Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Economics. Këtë edicion do të kemi materiale nga Roma e Italisë, ku mbajt forumi ekonomik italo-shqiptar në organizimin e rrjetit të biznesive të diasporës shqiptare në Itali, RIDA, e cila është antare e rrjetit global të biznesive shqiptare. Do të kemi materiale intervista me drejtues të rrjetit, afares shqiptar që jetojnë në Itali, ambasadorës së Kosovës atje, afarist italian të cilët flasin për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet tyre, por edhe tema të tjera. Ju ftoj të qëndroni me ne për të mësuar detaje lidhur me mbajtjen e këtij forumi, por edhe për shifrat të shqiptarëve që jetojnë e afarojnë atje. Në forumin e parë ekonomik italian-shqiptar Urat ekonomike që u mbajt në Romë të Italisë, pati prezantime të kompanive e projekteve nga sektor të ndryshëm. Takimi B2B e rrjetizimi duke synuar që të rritet bashkëpunimi ndërmjet shqiptarëve për të ngritur eksportin e prodhimeve vendore, por edhe rritje të bashkëpunimit në mes kompanive shqiptare me ato italiane. Ky forum organizuar nga rrjeti i biznesive shqiptare të diasporës në Itali, RIDA, e cila është antare e rrjetit global të bizneseve shqiptare. Sipas të dhënave, rreth 1 milion shqiptar jetojnë në Itali, derisa rreth 50.000 kompani janë me pronar shqiptar dhe vlerësohet të jenë paravarësisht atje. Të ndjekim intervistën me kryetarin e RIDA-s Bat Marashin dhe kryetarin e rrjetit global të bizneseve shqiptare Omer Nura. Qëllimi i forumit është sigurisht rritja e lidhjeve mes bizneseve shqiptare edhe të huaja, e ndërsjelltas, dhe me thënë që të forcohen ekonomitë tona, të forcohen familjet tona dhe trojet tona. Në këtë forum ka pas pjesëmarrje interesante nga shumë lloje biznesesh, qyshte ndërtimi, qyshte inteligjenca artificiale, në fushën e agrobiznesit edhe shumë fusha tjera. Në fakt, po kena pas edhe përshëndetje e pjesëmarrje me shumë interes nga entet italiane, pushtetit, sidomos edhe digasterëve, ambasada tona, ambasada Kosovës e tjerë, po edhe nga komuna italiane dhe nga forume ekonomike italiane në kuptimin edhe pushtet i ekonomisë italiane që po na afrohet me shumë forcë, duke u nisë edhe nga fakti se shqiptarët pa dallim trojesh janë bërë faktor edhe për vetë jetesën, mbi jetesën e bizneseve italiane, kështu që jena në rrugën e duhur. Në Itali rreth 1 milion shqiptar me faktorin Albrecht, siç janë edhe në Greqi, rreth 1 milion shqiptar. Kështu si jena forcë numerike shumë e madhe, ku ka jashtëzakonisht shumë. Ne ato që dihen janë rreth 50.000 firma në Itali nga gjitha llojet ku dominojnë ndërtimi, gastronomia, po edhe në fusha tjera, për shembull deri te inteligjenca, moda, sporti, muzika. E kështu si populli shqiptar në gjitha të rrjet është popull shumë jetik, vital, siç e dini, kështu që në Itali ne jena me të vërtet lidhun shumë, sepse kena gjetë terrenin e mirë në krahasim ndoshta me vende tjera, jo aq shumë racizëm, pavarësisht nga fillimi është pak i vështirë, e sot janë lidh aq shumë familjet njëna me tjetrën, imprenditorë, biznesmen njëri me tjetrin italian shqiptar, sa pothuajse me hek faktorin shqiptar, bizneseve italiane pothuajse rënohen, sepse bazohen shumë forcën e shqiptarisë. Nuk ka qenë shumë e lehtë për shumë faktor, sepse edhe distanca me njerëzit, po edhe probleme që kanë çdo njeri në familje, në punë, atje ku jetojnë e punojnë. Por është ndër objektivat e përkohshëm, sepse do të kena evente të tjera natyrisht, si ne i kemi dhënë shumë rëndësi, sepse Roma e ka atë forcën e vet si histori, si vend i madh, si qendër bote në kuptim, edhe jetojnë shumë shqiptar këtu. Pa dallime trojesh, po jena rreth 1 milion shqiptar. Përveç faktorit Albrecht, se pa hi me ban edhe shumë banale, se gjithë flasin, pa ja është me të vërtet një pasaport e mirë për kulturën shqiptare, e për Kosovën, me nevojat që sot ka, e unë nuk e më sheh një lloj dedikimi special për Kosovën, sepse ne në të lidhun historikisht, antropologjikisht, gjithsesi, po edhe për ngjarjet e fundit, të shekullit fundit, të këtij shekullit, kështu si shumë po punojmë me shumë me kriju kushte si të vinë investitorët e duhur në Kosovën tonë, edhe të marrim prodhimet e duhura në Kosovën tonë, si edhe në Shqipërinë e gjitha atyre shqiptare. Prandaj ngjarja është e vështirë moralizuar, e mirë, me gabime, po herën tjetër edhe më mirë do ta bëjmë, po rruga është e marrë. Vjen mirë që jemi përsëri në Romë. Jemi në atonin e vjetër që gjithë rrugët çojnë në Romë, sot kemi biznese nga gjithë bota këtu, po na vjen mirë që kemi edhe biznese lokale nga jugu, në veri, nga arbreshët edhe shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Luginës, e gjithandej, shqiptarët e suksesit, shqiptarët e biznesit, që fjalët e bukura, fjalët e mira nga udhëheqësit e komunave, e regioneve, për shqiptarët që
për arritit e tyre në vendin në Itali. Italianët kanë investuar shumë në Shqipëri, më pak në Kosovë, dhe më tho lidhjet me Shqipëri kanë qenë më të thella, tash shqiptarët përgjithësi, kulturat janë shumë të afërta, edhe bërja biznes është shumë e afërt mes këtyne shteteve. Edhe besoj që me kësi lloj aktivitetesh, çdo herë do të ketë edhe më shumë sukses afërimi mes bizneseve shqiptaro-italiane. Qëllimi jonë është që të jemi urë lidhëse, të përkrahim rrjetet kudo që janë, çdo kryetar ka ardhur me atë përpjekjen të kontribon Dr. Vat Marashi, sekretari i rrjetit në Itali, edhe të krijojnë urë të reja biznesore mes shteteve. Sigurisht që forumet ekonomike janë ato kryesore, mendoj unë, që duhet të jenë më të afërt, të përcjellen më të afërt bizneset nga Kosova të vinë në Itali, të vinë aktivitetet tona dhe të shohin mundësitë se nga punëtor tash kanë filluar edhe bizneset shqiptare të jenë biznesmen të suksesshëm. E ndëgjova në raport thanë që mbi 47.000 shqiptarë të kanë biznes në Itali, edhe tash ka edhe shumë prodhues, ka shumë edhe resellers, shitës ndryshëm produkteve që kanë mundësi produktet tona me u qas në ekonominë italiane. Por edhe investime italiane në Kosovë. Po ashtu, këto nuk arrihen pa pas kontakte, pa pas lidhje, pa u afru. Shumë herë kam cekur që na jena ura midis shteteve, midis bizneseve, më mirë mund shumë që çdo biznes nga Kosova, Shqipëria, ta kontakton rrjetin, ta kontakton bizneset të vjen pjesë, të bëhet pjesë e jona dhe të vjen në aktivitetet tona ku çdo herë do ketë aktivitet, çdo herë do ketë lidhje, çdo herë ketë mundësi të ndryshme. Po ashtu në këtë forum do të ketë takime B2B, rretëzime, ju si kryetar çka pritni në fund të ditës e rezultatet më pastaj? Që sot mëngjes vetëm një lajm interesant, Proton Cable po eksporton në 12 shtete të Evropës. Edhe u lidhen që direkt mbrëm, edhe sot faktikisht Proton Cable do fillon edhe në Londër, edhe në Itali me partner të mundshëm këtu në Itali. Do të thonë, po nuk ishte personi këtu udhëheci i kompanisë, nuk do kishin pas ato lidhje. Lidhjet janë për të kur shkojsh normal që dhe lidhjet do bëhen. Direkt në praktik, na jemi me praktik, na nuk jemi për lafe, na jemi për punë. Në këtë forum përveç bizneseve nga vete të ndryshme, morën pjesë edhe kryetarët e degëve të rrjetit të bizneseve nga shumë shtete. Duke theksuar rëndësinë e forumeve të tilla për thellim të bashkëpunimit, ata njoftuan se forumet të tilla do të mbahen edhe në shtete përkatëse ku udhëheqin degët e rrjetit. Të ndjekim deklarimet. E shihni që është një frymë e re e bashkëpunimit mes degëve të rrjetit. Sot jam shumë i nderuar dhe i kënaqur që edhe rrjeti i Italisë ka në Romë ka mund të organizojë një forum të tillë ekonomik, ku kemi biznese nga Australia edhe nga gjithë Evropa, kemi një interesim tepër të madh, patëm edhe biznese italiane, cilët synojnë bashkëpunimin me neve. Kjo është diçka fantastike. Unë vjem shumë mirë që mas 12 viteve bizneset komplet shqiptara, angën kanë botës, sidomos ato vendore, e kanë gjetë një gjuhë të përbashkët bashkëpunimit, me gjithë vështirësi që i kemi me bashkëpunu si biznese, i dim punojmë në përvende të ndryshme, me ligje të ndryshme, me gjithat ka frymat bashkëpunimit, i pranojmë, i ndëgjojnë një tjetrin, bisedojnë për investime konkrete, e patëm në Lugin para një muj edhe hapin e parë si shoqëri aksionare, do më thonë është një indikacion që diçka e mirë për lëviz në ekonominë shqiptare. Sigurisht që moto e rrjetit biznesit tash e re e kristalizume është ekonomia e shpëton shqiptarët kudo që janë edhe i bashkon shqiptarët në një forcë të madhe ekonomike. Në vazhdim e këtyre takimeve tash në vitin 2026, na veç deri në shtator kemi komplet një agjendë, kemi planifikuar një herë në muaj në një shtet të organizojmë konferenca të ndryshme ekonomike, panajire të ndryshme, të ftojmë bizneset nga Kosova, nga Shqipëria, Lugina dhe gjithandaj nga botat na bashkohen, edhe të kristalizojmë kërkesat tona. Kemi në plan tash edhe në forumin e diasporës që do të mbahet në janar në Tiranë, kemi kërku si rrjeti bizneseve ta kemi një tavolinë
me shtetin shqiptar, po edhe me biznes dhe me shoqatat e biznes atje, edhe të bashkunojmë më ngushtë. Forumi shumë fantazi, ai si thonë si pjesë e rrjetit, vaton çdo muaj mundohem me majt ka një event, domethënë këtë muaj në Rom, muaj në ashëm Turqi, ashtu. Presim në Australi të mbajmë një event për pas rrjetit global, edhe ju mirëpresim gjithë bizneset shqiptare. Forumi shumë një domethënë të mirë ka, domethënë një lidhje, një konektim të persona, është jashtëzakonshëm. Në çdo aspekt, të gjithë mundëm me bësh mirë e ma mirë, po çdo forum, çdo hub, çdo konferencë e mbajmë, domethënë ndërlidhim popullin edhe besoj shkon tu përmirësu çdo vit. Besoj ashtu kështu me rrjetin e kemi vlerësuar një aspekt shumë çka ka arrit për eksportim për Kosovë, për Shqipëri, për shef Medvexha në Bojanovs. Edhe në çdo mënyrë, si thonë, po mundohem, qëllimi ka qenë që 14-15 vite thash i rrjetit m'ja jep një mundësi. Jo vish bashkëpunimit diasporës, po edhe treg, më hap treg për bizneset e Kosovës shqiptare. Ashtu kështu jemi, si thonë, në mënyrën e IT, në mënyrën e menaxhimit, accountabilitetit, çdo gjë që mund të kryhet remote, domethënë pe kompjuterit, ashtu kështu edhe në Australi, ashtu kështu tash i kemi edhe punëtorë se as nuk vinë në zyrë, më punojnë pi kudo që janë. Besoj domethënë për me kalu qatë urën qatë barrierën e geografisë, ai është çka të kapët, si thonë, me mënyrën profesionale. Besoj janë shumë bizneses më të lidhën me Australia. I bën shumë fjalime që jam të i marr këtu, është me management consulting, me ICT, me IT support, çdo gjëra. Ky forum sot këtu në Rom të Italisë, ura ekonomike, është e rëndësishme veçantë, si gjithandej kudo që po e mbojmë forume të tilla. Në rrjeti bizneseve që pas pushimit veror kena marrë një akcion anë kënd ku i kena degët e tona, siç ka vetë konferenca ekonomike, ekonomia shpëton luginën, mandej kishim edhe në Norvegji një takim sot këtu në Rom, tani jemi duke përgatitën me 30 dhe 31 janar e kena në Istanbul, mandej në shkurt kena në Zvicër, kështu në mars në Australi, mandej në prill kena në Austri dhe në maj atë tradicional të cilën e bëjmë çdo vit në Prishtinë, në Hotel Emerald. Të gjitha janë të rastësisë së veçantë, jemi duke e bërë një urë komunikimi me bizneset e tona në ato vende ku jetojnë dhe normal që lidhshmëria do të jetë me bizneset e tona nga vendlinja si nga Kosova, Lugina për shembull, Maqedonia Veriut dhe nga Shqipëria. Nuk është i panjohur Roma për neve, mirë po sot arritëm të kontaktojmë me shumë biznese të ndryshme të cilët veprojnë këtu në Rom dhe kena po një rëndësi së veçantë dhe kena po një mundësi jashtëzakonisht të madhe ku mund të lidhen biznese të ndryshme me bizneset e tona anë kënd, nuk do të thotë vetëm në Kosovë, kena biznese të cilët janë në Zvicër, në Austrinë, në Gjermani dhe tani siç e ndëgjum dhe veç kanë arritën sot të kontraktojnë dy firma disa marrëveshje jashtëzakonisht të mëdha. Dhe kjo vlerësohet një rëndësi së veçantë me vetë suksesin që po shifët, që po ndodh konkretisht. Ne si biznesmena kemi arrit qëllimet e tona, na jemi tash duke punu, duke dhënë kontributin për tërheqjen e produkteve kosovare në rrjedhat në shtetet evropiane. Qëllimi jonë është realisht çdo produkt që ja vlen, që ka kostën e lirë, produktin final të mirë, të çohet në vendet duhura në Evropë apo edhe në Britani, si thash më herët. Unë shoh 25 vite në biznes që jam, shoh shumë produkte në Kosovë që ja vlen me shku jashtë, edhe mund me gjetë tregun e vetëm pa problem, se në këtë krizë ekonomike Kosovën e quaj si një kind vogël, apo në atë kuptimin që kemi koste e ulta e produkteve, rrogat e ulta, domethënë produkti dhe me një kosto shumë të ulët, finishet kanë filluar të bëhen shumë të mira, mi po vetëm s'kemi njerëz adekuat për ta çuar produktin në vend e caktuar. Rrjeti e ka çet mundësi, tash sidomos me zgjerimin e rrjetit në çdo shtet, duke që në çdo shtet në Evropë edhe në Australi, me një klikim, çdo produkt që mundet me iniciativën e qeverisë së ardhshme apo rrjetit ekonomik në Kosovë, na mësohet çfarë produkte ka në Kosovë, kosta e tyre, edhe na shumë lehtë mund mi deportu në vende evropiane. Jemi 1.6 milion njerëz, unë e them që nuk ka nevojë me dalë njerëz jashtë,
produktet me qitë jashtë. Kjo është mesazhi jonë i rritë bizniseve, të mira ma shumë e rinin, që t'i bojmë vendet punës atje, mos t'ju mundsojmë të ecin rrugëve të Evropës, se kosta e jetës në Evropë nuk është si ka qenë më herët, se standardi janë rrit, edhe është shumë vështirë me mbjetu, ndoshta më e mira kishte me qenë bashkëpunim mes ne. Edhe na kemi marrë pjesë për Turqisë, frikë edhe na kemi marrë një event në Istanbul, edhe për ato a kemi tregu këtu me shoqatës në Itali. Por në këtë moment, me kënaqësi jemi të equ. Kontaktat nga Italia me Turqinë ose me qytetet të ndryshme, do të thonë se nuk ka pas shumë kontakte të fortë, por na shqiptarët, sidomos nga Turqia, nga Italia, po këshirë me bashku edhe bashkëpunimet edhe me biznese, po edhe me kulturore, mi afru pak shtetet edhe qytetat, me mujtë me bo një bashkëpunim me rëndësishme. Për ato jemi të mundu, shpresoj se kanë murit edhe lidhet hala ma shumë. Na nuk e kemi mundësien ose mendimin për me mujtë me qitë na i prodhem Turqies për në Kosovë, sepse epidemiat me të gjithë që prodhimet të shumica janë të ardhë për Turqies edhe për shtetarët të tjera. Na si rjetë edhe qatë mundësin e kemi se qka më me ndihmu pronarëve të Kosovës, pronarëve të Preshevës, të Bujanovcit, qka mu me ndihmu atyme që me mujtë produktat e Kosovës, tokës shqiptare me mujtë me shqit në për Turqinë, në Itali, në Greqi dhe ku ka botë shqiptarëve. E në këtë forum ishim prezent edhe përfaqësuese ambasadës shqiptare në Itali, si dhe ambasadore e Kosovës në këtë shtet, Nita Shala. Në një intervistë për Economics, ambasadorja Shala shprehu mbështetje për këtë organizim, duke theksuar se po punojnë që të prezantojnë sa më shumë potencialin e Kosovës për investime italiane. Të ndjekim intervistën. Një aktivitet shumë i rëndësishëm, po edhe i mrekullueshëm në vetvete, ku mbi 150 ndërmarrës nga truhet shqiptare, po edhe partner italiane, edhe në vendet e tjera të botës, mblidhen bashkë për të diskutuar për ekonominë, për diskutuar për mundësi bashkëpunimi, për rritje të këtyre bashkëpunimeve të cilat edhe i kanë në proces. Kënaqësi që mblidhen në Rom, kënaqësi dhe për mua të jem sot t'i bashkohem grupit, të tregoj për qëndrimin e Kosovës, të tregoj për nismat të cilat i kemi ndërmarrë si Republike e Kosovës në aspektin e si fuqizimit të ekonomisë në vend, po edhe afrimin e investitorëve, edhe investitorëve që vinë si pjesë e diasporës tonë në Kosovë. Një ditë shumë e bukur, aktivitet i rëndësishëm dhe në të njëjtën kohë i frytshëm për secilin do pjesëmarrës dhe një mundësi shumë e mirë takimi e ritakimi me akter të botës së biznesit, të cilët kanë edhe interesin e investimeve dhe kanë edhe sy të kthym drejt Kosovës. Nismat e tilla ndihmojnë në një proces të tillë. Italia është një partner i rëndësishëm strategjik dhe politik i Kosovës, pse mos punojmë edhe në aspektin ekonomik në rritjen e bashkëpunimeve. Ne kemi biznesmen të cilët janë nga Kosova, të cilët janë të integruar shumë mirë në Itali, janë të respektuar nga komuniteti në të cilin kanë gjetur këtu në Itali, dhe të njëjtit vazhdojnë të kenë interesin e kthimit në Kosovë, investimit në Kosovë, edhe afrimin e partnerëve ndërkombëtar, partnerëve italian në drejt Kosovës. Prandaj është një potencial të cilin është e rëndësishme që të punojmë me të njëjtin dhe të gjejmë mënyra se si këtë bashkëpunim ta kthejmë në nisma konkrete në benefit të gjithëve. Sa i takon sektorit të ndërtimtarisë, sa i takon sektorit të transportit, sa i takon disa sektorëve të tjera, janë imprenditorë, janë ndërmarrës të rëndësishëm me origjinë nga Kosova, të cilët veprojnë edhe punojnë në Itali.
A ka nevojë që kjo lartshmëri të shtohet? Patjetër se po. A është e nevojshme që të plotësohet më tej, që të rritet domosdoshmërisht që po. Dhe prandaj edhe forumet e tilla, edhe bashkimet e tilla, edhe bashkëpunimet e këtij karakteri ndihmojnë në këtë proces. Normalisht unë edhe siç e shpreha gjatë fjalës time adresuar në këtë konferencë, ambasada, qeveria e Kosovës, Republika e Kosovës i ka dyert gjithmonë të hapura për bashkëpunime, për të takuar, për gjetur mënyra se si të afrohemi, për të ndihmuar në procese. Dhe si rjedhoj, ky takim është një në serinë e takimeve në vazhdën e nismave të cilat i kemi edhe në proces realisht në aspektin e diplomacisë ekonomike këtu në Itali. Në këtë forum, përveç prezantimeve të projekteve në sektor të ndryshëm, pati edhe takime B2B ndërmjet bizneseve shqiptare, takime me biznese italiane, duke synuar që këtë marrëveshje konkrete për bashkëpunim. Bizneset ishin nga më shumë se 10 shtete, derisa pati edhe nga Kosova, por edhe afares shqiptar që kanë biznese në Itali. Të ndjekim materialin e vazhdim. Kjo është një organizim shumë i qelluar, edhe është dashur edhe shumë më herët të organizohet kjo, po nuk është kurban. Unë jam afares në Itali prej vitit 2006, kena fillu me market me produkte shqiptare. Tash jem distributer shumica produkteve të Kosovës dhe Shqipërisë, kështu që kena kalu mbi gati 20 vjet. Ne kena fillu në 2006 edhe kena pas një problem jashtëzakonisht shumë që nuk e njofshin si produktet tona, se jem të punu me shtetë italian që produktet janë jashtëzakonisht ta i kanë do produkte shumë gjithësore, po me punë edhe me besim ja kena arriti qysh. Ne kem gati të gjithë prodhuesit e Kosovës i kem këtë, i kem ekskluziven, po punojmë shumë edhe me produktet e Shqipërisë. Ne kem prej Veriu deri në Sicili. Domethënë gjithë territori italian është i mbulum me atë fuqinë tonë me produkte shqiptare. Na domethënë kem shumë shok që janë biznesmen shumë suksesshëm italian. Kena tentu dhe jem të punu shumë këtë aspekt, po paka shumë situata edhe kushtën në Kosovë na kanë ngadalsu pak këto investime, po me emën të Zotit besoj që kena me arritë shumë shpejt me pru investitarë të fuqishëm në Kosovë. Çfarë ndjenje është kur i shpërndan produktet made in Kosova në tregun e Italisë? Unë jashtëzakonisht ndjen shumë e mirë. Edhe çdo produkt ose çdo prodhues që për herë të parë e bim në Itali, domethënë marrëm me emocion edhe pse kanë kaluar mbi 20 vjet. Ne gjithmonë po e përcjellim se çka po bën rrjeti i bizneseve shqiptare, edhe thuajse në gjitha aktivitetet jemi pjesëmarrës sepse këtu po kemi mundësinë me e taku diasporën shqiptare. Edhe momentalisht diaspora shqiptare është shumë e nevojshme për bizneset kosovare, sidomos për prodhues siç jemi ne, sepse përveç kontakte direkte që po mundemi me punu me ta, po mundemi me punu edhe me kompani tjera që nuk janë ndoshta në pronësi të diasporës, po që në pozitat kyçe janë top menaxhmenti do thotë këtyne janë shqiptarët. Edhe për këtë arsye ne po shohim shumë të vyshme këto takime, edhe jemi duke i përcjell. Po ashtu, pe shumë takimeve keni filluar edhe me eksportu në ato shtete ku janë më takimet. Po, për shembull në Austri, ne eksportojmë në saje të rrjetit bizneseve shqiptare në Austri, edhe po këshirim me u zgjeru tash këtu në Itali, do të bëhet një event tjetër në Londër që nuk eksportojmë momentalisht në Londër apo në Britani, po shpresojmë edhe atje që do të gjejmë personat adekuat edhe do të mundohem me gjatë partneritet atje. Sa janë të gatshme prodhimet vendore për mu eksportu në tregun e BE-s? Shqoni, momentalisht prodhimet vendore të Kosovës, nuk po flas vetëm për kablo elektrike që po prodhojmë na, sepse ne kemi top standardet evropiane me makinerit evropiane, Siemens, me gjitha certifikimet e nevojshme, sepse ne si Proton Cable eksportojmë në 12 shtete. Po, edhe produkte tjera kosovare momentalisht kanë arrit goxha një nivel lartë, e kanë zhvilluar, e kanë avancu veten, edhe produktet tona po munden me ushqit në për Evropë pa pikë problemi, pa u dallu që janë të Kosovës, janë nivel të njëjtë evropian, si me certifikime, ashtu edhe me cilësi. Unë jam shumë
i gëzuar për këtë event kaq të bukur dhe me shumë biznesmen nga gjithë shqiptarët kudo ndodhen për shtete tjera, Austri, Australi, Angli, dhe më ka emocionu shumë prezenca tyre dhe disponibiliteti për një bashkëpunim i gjithë këtyre biznesmenve na bën që t'jemi akoma dhe më shumë adrenalin për të ecë më fort, më përpara dhe kam shumë besim që rjetet në përgjithësi, si rjeti jonë Rida në Itali, edhe rjetet në përgjithësi duke bashkëpunu me njëna tjetrën, do e çojnë shumë përpara ekonominë jo vetëm shqiptare, por ekonominë botërore. Forumi është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, duke pas parasysh që kemi nevojë dhe potencial për me interlidh kompanitë shqiptare dhe ato ndërkombëtare, po pikërisht kompania jonë mirret me këtë çështje, domethënë ne ndërlidhemi ndërkombëtarisht kompanitë të Kosovës, Shqipërisë edhe Maqedonisë me Italinë, po edhe jo vetëm. Dhe është e rëndësishme absolutisht sepse kemi nevojë për një internalizacion të produkteve tona shqiptare në tregun evropian. Biznesi jonë është në Kosovë, mirë po vepron në krejt Evropën, duke filluar nga Italia, Gjermania, Zvicra, Franca dhe Austria. Falenderoj për organizimin rrjetin e biznesit shqiptar në Itali, i cili me sa duket e ka dhe një risi ko gjatë mirë, ka mjaft biznese italiane të cilat në mënyrë shumë të natyrshme janë integru me rrjetin tonë të biznesit, dihet se pa meq ne edhe nuk mund të bëjmë matutje. Planet cilat i ka rrjeti biznesit janë të guximshme, mirë po shihet që janë edhe të realizueshme, kur ekziston vullneti, gatishmëria, po sigurisht edhe pak sakrifica jonë e kohës tonë. E biznesit italiane që morën pjesë në forum patën prezantime nga sektorët të ndërtimtarisë e teknologjisë informative të fokusuara në inteligjencën artificiale, derisa theksuan se janë të kënaqur me bashkëpunimin me bizneset nga Kosova dhe se ato janë të gatshme që të arrisin të bashkëpunim dhe të investojnë në Kosovë. Të ndjekim intervistat në vazhdim. Ci occupiamo di intelligenza artificiale, quindi degli umani digitali. Ne jemi kompani italiane dhe kemi përfaqësi në Kosovë. Jemi kompania e parë në Evropë që kemi arrit ta shndërrojmë një robot që kthen përgjigje si të ishte njeri. Është kënaqësi dhe nder që jemi këtu sepse po e promovojmë biznesin tonë në tregjet shqiptare. Rida është një shoqatë shumë e rëndësishme ku kemi shumë shoqëri me shqiptar. Pjesëmarrja jonë këtu është e rëndësishme sepse kemi bërë një përshkrim të punës sonë dhe e kemi demonstruar atë. Kemi pasur takime B2B dhe bizneset shqiptare e kanë kuptuar rëndësinë e inteligjencës artificiale. È stato bello partecipare al forum e incontrare tanti imprenditori. Claudia, sono consulente del lavoro in Toscana. Ne jemi në Toskana në Itali dhe merremi me konsulencë të punës dhe shërbime të punës për biznese. Deri tani nuk kemi pasur asnjë partneritet me Kosovën, por nga Rida kemi arritur të marrim një kontakt me një kompani nga Kosova, ku besoj që vitin e ardhshëm do të fillojmë me zhvillimin e kësaj marrëveshjeje. Ky forum është shumë i mirë sepse na ka mundsuar të kuptojmë më mirë tregun e Kosovës dhe të Shqipërisë dhe është një potencial shumë i madh për të gjitha kompanitë këtu. Kosovarët kanë potencial të madh në fushën e të bërit biznes, duke përfshirë edhe në Itali. Come tutte le comunità valuto ci sono persone molto valide. Shikues nderuar, kjo është e tëra për këtë emision. Faleminderit shumë që na ndoqët, deri në takimin tonë të radhës. Mirëmbëngjes.